Arsimi, punësimi dhe shërbimet sociale në Shijak kanë qenë në fokusin e 77 News përmes intervistave me banorët, duke folur për problematikat kryesore në këto fusha të jetës së tyre të përditshme. Ata evidentuan si shqetësim kryesor nivelin e lartë të papunësisë. Pasi u informuan për iniciativën e lëvizjes Shqipëria e Re për organizimin e tryezave të debatit me të rinjt me temë arsimi, punësimi, shërbimet sociale, ide dhe perspektiva 2012-2021, ata e mirëpritën atë, duke e vlerësuar pozitivisht. Si paraqitet niveli i punësimit në Shijak? Shumë dobët. Qeveria s'po merr as i mas për punë në Shqipëri. Rënia është rrugëve. Cilat janë potencialet e Shijakut për të hapur vende të reja punë? Potencialet. Tu s'ka potencialet, vene punësimi nuk ka. Nuk ka këto alternative për biznesin privat. Se gjithë kush ka të vetat, nuk ka nevojë për punëtor. Cilat janë problematikat e arsimit që ka nevojë për zgjidhje? Arsimit. Po shkollat, gjojnat, kopshtet. Çfarë problemesh kanë ato konkretisht? Tu s'ka kontrollorësh. S'ka asnjë lloj gjoje për kalamet. Shërbimet sociale janë në nivelin e duhur? Spitali Shijakut do bëhet si burg. Mojnë rrogën kot. Është kot qendër shëndetësore, nuk është spital. Lëvizja Shqipëria e Re do të organizojë një tryezë të rrumbullaket me të rinj këtu në Shijak. Do të diskutojë pikërisht për këtë problematika. Idetë dhe propozimet e të rinjve në këtë tryezë do të mblidhen në një platformë të vetme dhe do t'i paraqiten institucioneve me fuqi vendimare për zgjidhje. Mendoni se do të ndikojë pozitivisht një iniciativë e tillë? Po them se do të shoh pozitivisht se qohem që do bëjë kjo lloj qeverie, kjo është tjetër që do vi. Them që do të jetë pozitivisht. Tu ka njësin pa punë, ka dhe disa që në punëson për shembull, jo bizneset e veta. Lëvizja Shqipëria e Re do të organizojë një tryezë të rrumbullaket me të rinj këtu në Shijak, ku do të diskutojnë këto problematika dhe do të mbledhen propozime dhe idetë të rinjve për zgjidhjen e tyre. Idetë dhe propozimet e të rinjve do të bashkohen në një platformë të vetme dhe do t'i drejtohen institucioneve me fuqi vendimare. Se mendoni se do të ndikojë pozitivisht një iniciativë e tillë? Tash më merr mendje që do rregullohet. Po gjithmonë në një do heqë përpara. Në zero është. Ska në rëmund të hapet dhe i vënd punë për këtë të rinjë. Ngelen rrugëve, poshtë për pjeti. Dhe gjithë kriminalitetet, gjithë të bëhen, kundrejt papunësia e madhe që është. Jo këto për në çdo vend. Arsimi, a ka problematika që ka nevojë për zgjidhje? Arsimi. Ky arsimi soshëm në çupa xhaxhait, ky arsimi soshëm nuk është një arsim si thuaj që të shkojnë në shkollë të mësoj, tamam të bëhet një si thuaj një kuadër i arshëm, i denj. Këto janë kuadra që dalin me paguajnë lek marrë shkolla. Shërbimet sociale janë në nivelin e duhur? Ku ka shërbime sociale më sot, të ka marrë fundë çdo gjë. Lëvizja Shqipëria e Re do të organizojë një tryezë të rrumbullaket me të rinj këtu në Shijak, ku do të diskutohen këto problematika, do të mbledhen idetë dhe propozimet e të rinjve për zgjidhjen e tyre. Këto ide dhe propozime do të mbledhen në një platformë të vetme dhe do t'i paraqiten institucioneve me fuqi vendimare. Se mendoni se do të ndikojë pozitivisht një iniciativë e tillë? Mund të ndikojë. Gjithë me punë. Unë punë jam për vete. Cilat janë potencialet që mund të shfrytëzohen për ta shtuar nivelin e punësimit? Kto, për moshën time kamarierë bën atje gjona kështu që punojnë. Alternativa të tjera? Po varet tani. A kupton se flas për moshën time, shumica janë edhe në shkollë. Lëvizja Shqipëria e Re do të organizojë një tryezë të rrumbullaket me të rinj këtu në Shijak. Po. Ku do të diskutojë për këto problematika. Do të dëshirojnë të ishit pjesë e kësaj tryeze? Po. Atëherë idetë dhe propozimet e të rinjve do të mbledhen në një platformë të vetme dhe do t'i paraqiten institucioneve me fuqi vendimare për zgjidhje. Mendoni se një iniciativë e tillë do të ndikojë pozitivisht? Po. Dobet me? S'ka ma dobet je. Shef vet në përlulisht të gjitha. Se s'kam se ka shkojnë. Cilat janë potencialet e Shijakut që mund të shfrytëzohen për të hapur vende të reja pune? Shijaku as ka pas në herje. Përveç se disa firma që janë atje, ata robe qepsit, që i ka e komuna, e Gjavzotës. Ati e mbledh, ta kanë mbledh ca. Po këtu në Shijak e mrena, së bëhet lafë fare. As takse paguaj, jo në takset kur e merr me zort mall. Edhe i që i ka, nuk. Cilat janë problematikat e arsimit që kanë nevojë për zgjidhje? Me thot drejtën ka arsimi, nuk kemi qëllu jo nga arsimi. Përse s'kan qëllu jo nga arsimi. Shërbimet sociale janë në nivelin e duhur? Në stollet që fizike, ja. Ne i morim edhe stolin, e morim e vete nga shtëpia, edhe ulmi këto. Stolin e morim prej nalë ku ka ky
apo unë e moni me vete, se s'ke si ku të rish. Lëvizja Shqipëria e Re do të organizojë një takim me të rinj këtu në Shia, ku do të diskutojë për këto çështje dhe do të mbledhë propozime dhe ide të të rinjve për zgjidhjen e problematikave. Këto ide dhe propozime do të mblidhen nga Lëvizja Shqipëria e Re në një platformë të vetme dhe do të drejtohen instancave shtetërore që kanë fuqi vendimarrëse. Mendoni se do të ndikojë pozitivisht? Të organizohen ca të ri, që të ngjohet zëre tyne.